Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së peshqive. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e juaj të radhës, por kësaj radhe pyetja ime ishte po apo jo. Kur them po apo jo, për ata që nuk e din, kur hapen letrat apo kur i përzihen letrat për t'i hapur, duhet të ketë një pyetje konkrete gjithmonë. Për atë çfarë ju intereson. Dhe pyetja ime ishte po apo jo. Për çfarë do lloj dëshire, synimi, qëllimi, realizimi, përmbushje që dëshironi të dashur peshqi, ishte po apo jo. E kaluara është mbreti i kupës, e tashmja është 5 të kupës, pengesat është 3 të kupës dhe e ardhmja është të dashuruarit. The lovers ndryshe. Mbreti i shpatës, në të kaluarën peshqit kanë qenë të detyruar të mendojnë me kokë, jo me zemër. Kjo letër tregon një vendim të ftohtë, ndoshta të vështirë, ku është dashur të shkelet mbi ndjenja për hir të arsyes. Mund të ketë qenë një ndarje, një fjalë prerë apo një vendim logjik që ka lënë boshllëk emocional. E tashmja është 5 të kupës. Zemra e peshqive është e mbushur me ndjenjë humbje ose zhgënjimi. Ka fokus te ajo që është humbur, jo te ajo që ende ekziston. Kjo letër tregon për pendesë, trishtim ose kujtime që ende dhëmbin. Energjia është e ndjeshme dhe pak e mbyllur të dashur peshqi. Çfarë pengon apo çfarë ju pengon për të arritur atë pon? Pengesat vjen nga ndikimet të jashtme. Ndoshta dikush tjetër është përfshirë në situatë ose ka shumë zëra, miq apo ndikime që kanë shpërqendruar zemrën. Kjo letër tregon edhe frikë për t'u hapur përsëri ndaj gëzimit, sepse dhimbja e së kaluarës ende ndikon. E ardhmja juaj të dashur peshqi është the lovers, pra. Në të ardhmen shfaqet një zgjedhje fort të zemrën. Dashuria rikthehet ose një lidhje vërtet forcohet. Të dashuruarit është një po e pastër, por kërkon vendosmëri të ndershme. Zemra do të duhet ta zgjedh pa frikë, pa turp dhe pa ndikime nga të tjerët. Një po e butë dhe shëruese, por që vjen vetëm pasi peshqit lëshojnë të kaluarën. Dashurie ose lidhja që ju intereson apo situata që ju intereson ka potencial të madh, por duhet ndershmëri dhe hapje emocionale. Të jeni gati. Shikoni, sado që keni dështuar, më përpara kjo letër tregon me kupa të derdhura, po janë 2 në këmbë dhe burimet vazhdojnë të dashur, që do të thotë absolutisht mund të arrini aty ku dëshironi. Këshilla që mund t'ju jap të dashur peshqi, mos u mbaj pas asaj që humbe. Shiko çfarë po të pret. Zemra jote është gati për një po, por duhet të heqësh dorë nga fajet dhe kujtimet që të lidhin me dhimbjen. Apo me çfarëdo lloj zhgënjimi që keni patur apo keni. Vetëm kështu dashuria e re apo çfarëdo që është në dëshirën e juaj ose rikthimi do të ndodh me dritë të pastër. Absolutisht një dritë të pastër.